Jemi rikthyer në studio, ne do të flasim sonte për shërbesen e basketbollit Rebound në qytetin e Vlorës, e cila drejtohet nga ish basketbollisti Eduard Hoxha, aktualisht edhe në shërbes pastorale, me moton më shumë se fitimtar. Rebound ka një mision, ka një strategji. Si një ligë kombëtare, fton të bën pjesë skuadra nga gjithë Shqipëria. Aktualisht Rebound është zgjeruar dhe ky program basketbolli ka një ndikim në fakt të jashtëzakonshëm tek të rinjt, tek kishat, tek komunitetet tona. Ne do të flasim më shumë me të ftuarit tan, Eduard Hoxha, trajner i kësaj shërbese në Vlorë, Erild Hoxha, trajner në Poliçan dhe Vasilaq Mertiri, trajner në Fushkruj. Mirë se erdhët në studio. Faleminderit. Faleminderit për që keni ardhur edhe për rrugën e gjatë që keni bërë, jeni bashkuar bashkë Vlora, Fushkruja, Poliçani. Po, ky është dhe qëllimi i ligës, që të bashkohemi. Atëherë po nis me Eduardin, pastor, sa vite ka kjo shërbes, si nisi më sakt? Është shumë e re si shërbes. Mos them që kemi më shumë se një muaj që kemi filluar të operojmë me këtë shërbes, por ka nisur rreth një viti më parë, kur unë isha thjesht spontanisht në ato aktivitetet, shërbesat e kampit, edhe më merr Lisa Formen, një motor jon besim edhe misionari këtu në Shqipëri, dhe më merr në telefon dhe thotë, shiko, është një shërbes basketbolli në Honduras. Dhe sa tha shërbes basketbolli, me njëra ajo ndjenja ime, pasioni im për basketbolli, i thash, vërtet, pse mos bëjmë diçka në Shqipëri? Edhe dashuria ime për basketbollin dhe dashuria ime për Zotin dhe besimin, thash, pse mos ti kombinojmë këto të dyja dhe të bëjmë diçka të bukur dhe të arrijmë sa më shumë të rinj për Krishtin. Dhe i thash, na duan një histori. Unë kam histori personale si basketbollist, ishte mosha 12 vjeç kur unë kam filluar dhe paka shumë liga që ne kemi formuar është rreth asaj moshe, 12 deri në 14, edhe nuk është e kufizuar vetëm në këtë, por edhe më shumë. Dhe ideja ishte që thash na duan shumë histori, edhe sigurisht që ajo kishte njerëz, kishte kontakte dhe morëm shumë histori dhe u frymëzuam fiks për këtë gjë. Po, ky shërbes pastaj pra mori zgjerim në Shqipëri, aktualisht nisi te kisha jote? Po, është një nisëm midis kishave të Krishtit, se jemi pothuajse në gjithë Shqipërinë të shpërndar, edhe i thash, vëllezër, pse mos bëjmë diçka? Edhe disa e përqafuan këtë menjëherë dhe unë besoj që shumë të tjerë do ta përqafojnë shumë shpejt. Po, çfarë nën kupton termi rebound? Në basketball termi rebound është rrimarrja e topit pas gjuajtjes së humbur dhe reagimi menjëhershëm për ta kthyer atë gabim në një fitore akoma edhe më të madhe. Edhe kjo është ajo çfarë e nxiti dhe emrin e ligës. Në kuptimin shpirtëror. Kemi shumë gjuajtje të humbura në jetë, po humbasim shumë të rinj, po humbasim, po ja argëton bota në mënyra nga më të ndryshmet, edhe thash, pse mos gjejmë në një mënyrë që përmes sportit, basketbollit, të mund të bëjmë rebound, si kishat, mund të rimarim në zotim topin edhe të fitojmë sa më shumë të rinj për Zotin. Pra ka një kuptim më të zgjeruar shpirtëror ky term. E mund na tregosh pak dhe topin që keni marrë me vete, pastor? Po, e kemi marrë topin siç tham, po ju keni premtuar që s'do thyejmë gjë. Unë kam eksperiencë me thyrjen e gjërave. Por ne kemi bërë dhe topat personalizuar me emrin e ligës Rebound dhe me moton More than Conquerors, në anglisht më shumë se fitimtar. Po, këtë varg nga Romak. Nga Romak dhe Tet, po. Dhe kjo është diçka që vërtet më nxiti dhe mua, edhe na bëri që të mendojmë akoma dhe më shumë. Sepse nuk ka rëndësi se kush humbet apo kush fiton kampionatin, ajo që ka rëndësi është që të gjithë janë më shumë se fitimtar. Pra ka diçka më shumë se çmimi apo kupa. Tani sa skuadra jeni bërë, deri ku jeni zgjeruar, në cilat rrethe, pastor? Sot që ne flasim, janë 8 skuadra nga 5 qytete të ndryshme të Shqipërisë, ku janë 5 skuadra djemt dhe 3 vajzash. Kemi të përfshirë të dyja gjinit dhe vajzat e djemt, me grup moshën 12 dhe 14, por pa atë që tha dhe pastorin pa e bllokuar moshën më të rritur 17, 18 apo edhe më të rritur. Janë akoma në perspektivë ose edhe disa kisha tjera për të vazhduar, për të regjistruar me grup mosha të ndryshme apo edhe me skuadra të ndryshme. Po, tani Erild, ti je në shërbes pastorale në Poliçan. Tani si u bëre pjesë e Rebound, ti e ke pasion basketbollin?
Historia ime me basketbollin është se ishte i vetmi sport që nuk dija të luaja. Po si e nisët? Është i vetmi sport që nuk dija të luaja dhe kur kemi bërë ndeshjen e parë me Edin, i kam thënë djemt më mësuan mua të luaj dhe jo unë të mësoj sa djem për të luajtur basketboll. Por duke folur me Edin më duk një shërbes shumë pozitive për të fituar të rinjt, sepse ne kemi provuar aty në Polçan me volejbollin dhe pamë që ishte ka ndikim tek të rinj, sepse sporti i bashkon të gjithë dhe është një kohë cilën e mund të kalojmë me adoleshentët. Po. Ndërkohë, Vasilaq më trego pak edhe ti e trajner për skuadrën e Fushkrujës. Nga cila kish vjen, si u bëre pjesë e Rebound? Unë jam pjesë e kishës së Krishtit Tiranë, ku edhe kam ardhur si pjesë e besimit. Gjithashtu unë jam pjesë në shërbesin të cilën bëjmë në Mission 567, ose ndryshe shqip misioni 567 i frymëzuar nga një varg biblik, së bashku me Lisën, të cilën Eduardi e përmendi pak më parë, e cila e nxiti këtë ligë. Ne së bashku kemi dhe klasa të tjera të përfshira, klasa biblike të cilat zhvillojnë në qytetin e Fushkrujës dhe tham pse jo të përfshihemi edhe në Rebound pasi Eduardi na i tregoi si mision. Si ka qenë për ty kjo eksperiencë? Dhe unë si Arildi nuk është se kam pas një marrëdhënie shumë të mirë me basketbollin fillimisht, por që me kalimin e kohës jemi mësuar edhe ekipet dhe personat cilët janë bërë pjesë e Reboundit, do me thënë, na japin një frymëzim tjetër që edhe ne të ecim përpara me frymën që ata sjellin, do me thënë, me inkurajimin që na japin, me frymën e mirë që i gjithë grupi ka. Po, por besoj jeni aktiv, jeni serioz, nuk bëni mungesa në përndeshje. Mundohemi përgjithsisht, por fëmijët e kanë marrë me shumë kuraj, kanë marrë me vërtet këtë nisëm dhe duan që të jenë më shumë se fitimtar, siç edhe vetë ne duam. Po. Pastor Eduardi, cili është misioni për këtë vit i Rebound? Misioni është që të jemi më shumë se fitimtar dhe sigurisht që kemi disa objektiva për të arritur këtë gjëra. Është që ne të edukojmë brezin e ri dhe të mbështesim lojtarët 360 gradë, pra në të gjitha aspektet, jo vetëm në aspektin fizik, që i ndihmon që të largohen nga veset, i ndihmon që të kenë një mendje më të mpret, dhe nga statistikat thuhet që sa më shumë me sport apo aktivitet sportiv merret një student, më shumë më i mirë bëhet edhe në anën akademike. Kështu që i ndihmon nga të gjitha gjërat, i largon nga telefoni. Unë jam besoj që prindrit, ka shumë prindër që janë shumë pasionuar dhe për fëmijët e tyre të lutem ma merr tek liga që të regjistrohet, po fëmijët nuk duan. Sepse për faktin që ka shumë përfitime, sepse jo të gjithë mund ta kuptojnë. Kjo është domethënë pak a shumë misioni që ne të rrisim vetbesimin tek të rinjt, por edhe nga ana shpirtërore në karakter dhe pra është një mbulim, një bashkëpunim i mirë midis trajnerit, gjyqtarit, prindit dhe vetë fëmijës për ta mbështetur në çfarëdo lloj drejtimi, jo vetëm nga ana teknike, por edhe nga ana shpirtërore. Me sa lojtar janë skuadrat aktualisht? Zakonisht jemi diku te 12, Poliçani thyen rekordin. Kërkesa më shumë nga Poliçani. Po. Dhe kur ishim Poliçan, unë si ish basketbollist pretendoja që mund të kishim fitore shumë të madhe, por na ran keq. Po mirë, më tregoni pak për kampionatin që po afron së shpejti. Kampionati është i organizuar ku ndeshjet janë sipas një kalendari të caktuar dhe secili nga ekipet trajnohet në një mënyrë të pavarur nga trajner specifik për të gjitha skuadrat. Dhe më pas secili ekip nga çdo bashkësi ka mundësi që të ndeshet me ekipet e tjera, derisa të arrijmë në fazën finale ku do kemi 4 ekipet më të mira nga të gjitha bashkësitë, ku do të kemi dhe pjesën finale të kampionatit, e cila po mendohet që të zhvillohet në javën e parë të qershorit. Po, tani deri në datë 31 maj janë ndeshjet mes grupeve. Ndeshjet deri 31 maj janë ndeshjet e fazës parë kemi quajtur ne, ose çdo ekip ka bërë do të bërë nga 2 ndeshje. Dhe në datën 6 dhe 7 qershor kulmon ku është gjysmëfinali që dhe Vasilaqi. Ja gjysmëfinali dhe data 7 është ajo kulminanti e gjithë këtij reboundit të këtij viti, ku janë ndeshjet finale si për djem dhe për vajza dhe në darkë do jetë ndarja e ceremonia ndarja e çmimeve për ekipet dhe për lojtarët. Atëherë ekipet janë nga cila rrethe të tjera, pastor, mi përmend pak. Atëherë qytetet janë Durrësi, Tirana,
është me thjesht për ta mbajtur mend Durrësit e Tirana, Fushkruja, Po. Poliçani, Poliçani. Vlora. Këto jemi domun, 5 Ku qytete. do të luhen ndeshjet, fazat e para? Ne bëjmë një ndeshje tek vendi ku jetojnë për shkakun Fushkruja dhe pastaj Fushkruja vjen dhe bën ndeshjen e kthimit. Ndeshja e kthimit. Shumë interesante. Tani në ndeshjen finale, Pastor, ata që grupi që shpallet fitues, a ka disa çmime, çfarë i favorizon në fund? Sigurisht kjo është pjesa që i motivon edhe më shumë dhe mban atë entuziazmin ndezur për gjatë kampionatit. Ne kemi vendosur disa çmime. Për shembull, unë jam frymëzuar nga historia e çmimit Nobel për paqen. Alfred Nobel ishte personi që shpiku dinamitin. Edhe shumë e keq përdorën shpikjen e tij dhe ai tha, shiko, i erdhi shumë keq sepse ai e bëri për të ndërtuar, për të prishur ura dhe për të prishur mure dhe për të ndërtuar ura dhe gjëra. Po njerëzit e përdorën gabim dhe ai tha, duhet krijohet çmimi Nobel që kontribojnë njerëzit për paqe, duhet mbahen mend si personi që kontribuar për paqen dhe jo për luftën. Edhe unë thash, prit një sekond, kemi shumë modele heronj biblik dhe ne mund t'i drejtojmë të rinjt drejt këtyre modeleve, edhe vendosëm disa çmime, siç është çmimi Barnaba për inkurajuesin më të mirë të skuadrës që jep frymën inkurajon edhe kur ata bëjnë gabim për shembull, ose çmimin Timoteu. Timoteu është pali thotë nuk kam asnjë si ai. Pra kush është më besniku që e ndikon më shumë pozitivisht skuadrën. Apo Danieli njihet si që punonte shumë mirë nën presion, edhe kur gjërat nuk shkonin siç duhet. Pra gjërat e kësaj natyre neve po i nxisim midis shumë modeleve të këqija në këtë botë që të rinjt ndjekin, ne kemi vendosur që ata të drejtojnë sytë e tyre drejt këtyre modeleve, jo vetëm nga ana teknike e basketbollit, por vlerësohen edhe për ata persona që vlerësojnë ose ndjekin këto cilësi. Po. Pastor, ndërkohë ju jeni motivuar dhe nga shumë histori të ndryshme që çdo top i vjetruar në fakt është një trofe. Kjo ishte piknisja, domethënë që mua më frymëzoi shumë është historia e Craigut. Një vllai jon Besim, Lisa ishte një mik i Lisës dhe ajo tha që shiko, Craigu ka një histori shumë interesante edhe inkurajuese. Edhe shkurtimisht historia e tij ishte që ai shkon në një konferencë dhe një baba i vjetër thotë që unë kam fituar një çmim një herë për oborin më të gjelbër në lagje. E dini çfarë? Ky ishte dështimi më i madh i jetës time, sepse kjo më tregoi dhe më kujton kohën e humbur me djalin tim. Pra, ai ishte kujdesur më shumë për oborin se sa për fëmijët. Dhe Craigu, si baba i ri, tha, shiko një sekond, unë kam 2 vajza. Edhe me njëherë preku thellë dhe ai filloi të loste basketbol çdo ditë me vajzat e tij. Dhe kjo bari i Craigut, siç e tregon Craigu, u tha, por marrëdhënia me vajzat e tij u rigjenerua dhe kjo tregoi që basketbolli ishte një mjet se si ai mund të fitonte marrëdhënien me vajzat e tij. Dhe në fund fare ai thotë topat ai ruan dhe sot e kësaj dite, edhe thotë topat e vjetruar janë trofet të fituar. Sepse unë fitova marrëdhënien me vajzat e mia. Edhe sot e kësaj dite ai ka një marrëdhënie shumë mirë me vajzat e tij. E thash pse mos ta përdorim këtë histori dhe ta aplikojmë edhe me shërbesat tona. Po. Topat vjetruar, jetë të ndryshuar. Çfarë keni vënë re konkretisht tek të rinj që janë bërë pjesë Rebound? A vini re se ka ndryshuar qoftë në sjellje ose në karakter? Të gjithë anëtarët që janë bërë pjesë Rebound, ndonjëherë është e mrekullueshme që të shikosh se si diçka e vogël ndikon në jetët e njerëzve. Ne kemi vënë re që të rinjt të cilët janë bërë pjesë e kësaj lige kanë ndryshuar shumë, domethënë sjellja e tyre, mënyra se si ata rrinë, janë bërë më shumë social me njëri tjetrin, ka filluar ta njohin më shumë njëri tjetrin dhe po ashtu edhe veten, duke kuptuar dhe potencialin të cilin ata kanë pasur, por ndoshta nuk kanë pasur mundësinë që ta shfaqin ose të punojnë me të. Njëkohësisht kanë krijuar një karakter komplet ndryshe, një karakter më kërkues nga vetja e tyre, një karakter i cili është tamam një karakteri një fituesi. Dhe nga ana shpirtërore ka ndikuar goxha pozitivisht sepse
kemi parë që antarë të cilën ndoshta nuk mund të kishim menduar që të kishim ndoshta pjesë të ligës, tashmë kemi dhe antarë të kishës, të cila ka qenë diçka vërtet e mrekullueshme dhe na jep një shtys për të vazhduar përpara në këtë ligë. Po, unë doja të dija edhe pak nga eksperienca e Eduardit dhe Erildit. Po, sigurisht. Ajo që nuk kam parë është edhe arsyeja pse e nisëm këtë si shërbes, ishte sepse të rinjt sapo vinin dhe po largoheshin. Dhe në një kohë kaq të shkurtër, neve kemi direkt të rinj dhe që punojmë me ta dhe që shpenzojmë kohë me ta dhe aplikojmë këtë pjesë. Dhe sigurisht që ka një ndryshim dhe një rigjenerim në kishën e Vlorës gjithashtu, sepse kemi edhe ekip vajzash edhe djemsh në të njëjtën kohë. Të alternuar? Dhe jo, i bëjmë bashkë stërvitjet për shkak të kohës, se ne si shërbestar kemi shumë angazhime tjera, por që shkon shumë mirë, funksionon. Erildi mund të flasi më shumë dhe ai duhet të bëjë të ndara, besoj. Ne bëjmë stërvitje të ndara, kemi filluar të paktën këto 2 javë për bëjmë stërvitje të ndara, sepse kur e nisim para 1 muaj, kishim vetëm 4 goca në stërvitje dhe vetëm për mos të prapë këto 4 goca dhe në takimin e adoleshentëve. Dhe kur shohim sot pas 1 muaj se çfarë ka ndodhur, shohim që te takimi e adoleshentëve kemi gati 20 apo 15 deri në 20 adoleshentë dhe 30 adoleshentë në stërvitje. U flas për djem dhe për vajza. Dhe shoh aty dhe jam inkurajuar kur shoh që janë disa adoleshentë të cilët ashtu që tha dhe Vasillaqi, nuk mendonin ndonjëherë se do kishim mundësi të flisnin, të shpallnin mungjillin, jo me të kishim pjesë e klasave apo të adhurimit, dhe është një bekim i madh sepse është një periudhë shumë e shkurtër, cilën ata ne janë bashkuar dhe janë duke ftuar njëri tjetrin. Sepse kështu nisi, ishin 4 goca ishin në një klasë, sot nga njëjta klasë mund të kemi 8 aponentë. Sidomos kur mbasin ndeshin, thonë do gjejmë ca çuna më të gjatë. Tani, më shumë kërkesa ka nga djemtë, për sa i përket Po, por çuditërisht edhe vajzat janë, sidomos në Poliçan është një histori suksesi goxha. Kanë më shumë vajza. Kemi te 16-17 me 13 për vajza ka me djemt. Shumë interesante. Po si funksionon, Eduard? Tani, përveç takimeve për ndeshjet edhe për stërvitjen që bëjnë, keni dhe takime të tjera, kohë të lirë, ku diskutoni? Po, kryesisht domethënë kemi këtë si përveç basketbollit, që edhe ndonjëherë që nuk ka shumë motiv nga të rinjt. Se nuk është vetëm thjesht jo të gjithë duan të jenë basketboll gjithkohë, se qëllimi është dhe të argëtoni. Po, patjetër. Ne marrim një kohë pushimi, mund të pijmë një kafe, mund të flasim, mund të diskutojmë për çështje të ndryshme me të rinj, pra gjejmë mënyra se pse jo edhe mund të duke rritur vetbesimin që më pëlqen shumë ta zëm tek mënyra e gjuajtjes, duhet punosh pak me komunikimin, që të bashkëpunosh dhe në skuadër me të rinj, sepse basketbolli nuk është lojë shau, është lojë grupi, nuk është vetëm një person, edhe duhet bashkëpunoj me njëri tjetrin. Edhe besoj që gjejmë mënyra për të inkuadruar, sigurisht dhe me prindit. Me prindit neve cilat janë disa mënyra se si ne mund ta ndihmojmë fëmijën tonë më mirë. Pra, jo vetëm nga ana e basketbollit, por edhe nga ana keni një komunikim vazhdueshëm dhe me prindërin. Pra, duket nga këto që tregoni që të rinjt aty që vinë ndoshta në fillim vetëm për topin e basketbollit, kanë përjetuar një transformim shpirtëror apo jo? Po, dhe gjejnë diçka më shumë se sa fitoria. Si mund kisha të bëhen pjesë? Ndoshta fillimisht pjesë e ndeshjeve me skuadrat e tyre, por edhe në raste të tjera, kur nuk mund bëhen pjesë e lojës. Po, besoj se ka shumë mënyra, mund të ketë mbi 1000 mënyra se si mund të bësh pjesë apo edhe të mbështesësh të nisën, duke qenë me një lutje, duke kontribuar me burime njerëzore, sepse ne unë shoh vetë në Poliçan që unë jam vetëm një, po trajnoj 30, dhe nëse unë duhet të lëviz për një shërbes tjetër, do jetë pushim ajo ditë. Dhe besoj që është burime njerëzore, lutje apo në çfarë lloj mënyre të ndryshme mund të ndihmohet kjo nisëm. Në format të tjera. Po ata që Eduard që duan të jenë pjesë e skuadrave, si ka funksionuar? Ndoshta jo gjitha kishat e njohin dhe din për këtë shërbes, ndoshta ke bërë një komunikim vazhdueshëm me ta për t'i ftuar. Siç thash, është një periudhë mjaft e shkurtër, por që lë një ndikim shumë të madh.
edhe mua më gëzon kjo pjesë dhe na motivon akoma dhe më shumë. Mjafton vetëm 5 lojtar, një trajner edhe një top basketbolli dhe çdo njeri mund ta formojë një skuadër. Mos prisni që t'jeni profesionist, se Erildi siç tha, domethënë edhe Vili që ndiheshin jo adapt për atë punë, por mjafton vetëm vullneti dhe pasioni për t'i ndihmuar të shpenzuar kohë për të rinj, dhe mos them që mund ta marrin dhe kampionatin, Nuk i dihet kjo pjesë. Kjo është shumë e thjeshtë, po. Vërtet shumë e thjeshtë, por në mënyrë të detajuar, çfarë do t'i thoje një të riu që është pak skeptik mes sportit dhe besimit, kur dëgjon për këtë lloj lidhje? Pikërisht ne menduam për një strategji për këtë pjesë. Siç thash, ne po humbasim shumë të rinj edhe ata po humbasin interesin, edhe ne po humbasim të rinj dhe shumë tjerë, edhe puna është si ti fitojmë ata, dhe basketbolli nuk është thjesht basketboll. Mua më inkurajoi një fakt se një nga të rinjt po më thoshte javën e kaluar, tha që unë kam qenë në një skuadër basketbolli. Edhe paguaja dhe thjesht na linin të loznin, kaq. Kurse rebound i bën lojrat në mënyra si akuthyese ose argëtuese, që marrin dhe nga një mesazh të bukur. Që edhe ai që se pëlqen basketbollin, ta pëlqej. Ta pëlqej basketbollin. Por loja ka dhe rregulla, ju keni vendosur. Sigurisht, ka dhe rregullat e veta dhe ne kemi menduar pra për një strategji dhe se si ne mund të lartësojmë, se si ne mund të inkurajojmë dhe të rrisim vetbesimin dhe të argëtohemi, të angazhojmë të rinjt, dhe kemi bërë në një mënyrë argëtuese që edhe nuk dua ta them këtë, por do ta them se s'rri pa e thënë, që ne kemi shumë të rinj që po braktisin futbollin dhe po vinë në basketboll. Edhe imagjino, futbolli është më i përhapur në Shqipëri. Dhe vetëm për këtë fakt, sepse u pëlqen mënyra se si bëhet në mënyrë argëtuese. Po, në mënyrë argëtuese. Tani, sa herë në javë mlidhen skuadrat? Si luajnë? 2 herë në javë, 1 herë në javë? Ne për të luajtur ndeshjen programin e kemi pasur një herë në muaj, kurse tani duke qenë se jemi në një kohë shumë të shkurtër, kemi çdo javë. Çdo javë. Edhe javën e kaluar Lozi dush në Poliçanin, këtë të shtunë është Durrësi me Fushkruajin dhe do të vazhdojnë deri në 81 maj. Po, ju si trajner dhe i mësoni, orientoni se si të luajnë, për ata që nuk di. Për shembull, nuk e di për Poliçanin dhe Fushkruajin, por në Vlorë ne nisëm me 2 herë në javë. 2 herë në javë. Stërvitjet. Po. E menduam që edhe si do jetë e mjaftueshme, por që kur bëm ndeshjen e parë, ata donin më shumë se 2 javë. Se 2 herë në javë. Dhe në Vlorë mua më është hapur një punë, një problem i mirë, edhe bëj 3 deri në 4 javë. Po, domethënë stërvitjet, nuk e di për anën tjetër, por që dosha mund mos tregoni sekretet e stërvitjes. E njëjta gjë është tek ne, ne kemi vendosur një 3 herë në javë, por gjatë gjithë kohës unë kam kontakt me adoleshentë, thonë që të bëjnë stërvitje, mund të jetë nëse ne i vendosim 7 herë janë gati për stërvitje. Po. Na duhen trajner. Duhen trajner. Jo, na ndodh në Fushkruaj që na thonë, na lini ndonjë top që të trajnojmë edhe vetë në momentin që nuk jeni këtu. Ai shumë mundohen që ta shijojnë lojën edhe të përgatiten për ndeshjen. Shumë bekim. Tani keni fushat tuaja, fushën e Zuna. Faleminderit që e bëre të pyetje. Fushat në Vlorë ne nuk qahemi nga për fusha, se i kemi edhe me pamje nga deti, janë shumë të mira. Sigurisht kërkojmë ambiente të mbyllura kur është shi, kur është vap, duhet një ambient i mbyllur dhe jemi ende duke punuar me këtë pjesë dhe jemi shumë pozitiv që kemi. Për sa i përket Fushkruajës, Vasilagji mund të flasë më mirë, kanë një histori interesante me fushën. Ndonjëherë është pak më problem domethënë për pjesën e Fushkruajës, duke thënë se është një qytet më i vogël edhe është pak më problem për të gjetur fusha për çfarë do lloj sporti. Kishte një investim të tillë, Ne jemi munduar dhe kemi vendosur një kosht në një pjesë të një godine të vjetër. Dhe ndonjëherë mund ta bëjmë stërvitin aty sepse kemi shumë afër me godinë të cilat zhvillojmë edhe klasat edhe. Shumë mirë, keni improvisuar dhe keni bërë vetë ju një fushë. Vetëm mos të jenë larg. Mundohemi që mos ta najzë, por edhe. Kështu që ne të tjerë nuk duhet të justifikojmë fare për fushën. Interesante. Mirë, keni menduar që të kaloni në nivel rajonal ndërkombëtar? Ku do shkojë Rebound? Po, si vizion faktikisht ky është, që jo vetëm thjesht sepse Rebound ndihmon kishën lokale një herë radhë parë, sepse pak shpenzon 4 herë në javë me të rinjt. Kjo të i kalon çdo shërbes të kishës tipike. Dhe fakti që ti qëndron 4 javë, ndihmon kishën lokale,
por ndihmon dhe kishën kombëtare, sepse bashkohemi për ndeshje bashkë dhe kalojmë kohë. Por kjo mund të ndihmojë edhe kishën ndërkombëtare. Po, edhe në rajon, ndoshta. Dhe po bëhen përpjekje agresive për të sjellë edhe të rinj, domethënë nga dhe për të bërë të njëjtën gjë edhe në më gjerë se Shqipëria. Kështu që kemi shumë surpriza, nuk dua t'i zbuloj gjitha këto. Nejse, një pyetje që doja të bëja tani në fund, që duhet ta kisha bërë edhe në fillim. Skuadrat ka një emër apo thjesht përfaqësohen nga emri i qytetit nga vinë? Po, kanë emra dhe në Vlorë, skuadra juaj quhet? Në Vlorë faktikisht unë i thash Vlorës, ju do zgjidhni emrin, edhe më erdhi me një emër, Net Reapers. Shqyësit e rjetave. Ju jeni skuadrë e rrezikshme duke një. Them thash, një sekond, ku ti gjej një varg biblik për këtë emër? Edhe do t'i që e gjeta. Kur ishte momenti që Pietri refuzon të hedhë rjetat, po kur i hodhi pastaj, ai varg thotë dhe rjetat po shqyeshin. Po fushkruja çfarë emri? Në qytetin e Fushkruajës ne kemi lënë në dorë Lisës, me që është edhe pak më e përfshirë në Shërbesën atje. Dhe kemi zgjedhur që ta quajmë Sons of Thunders, që ka edhe lidhje biblike me këtë emër. Historia në të cilën, domethënë ne tregojmë që ne jemi luftëtarë, domethënë edhe ajo çfarë ne mundohemi të bëjmë në fushën e lojës, ne domë që ta shpalosim edhe në jetë, domethënë, që të ndërlidhim Shërbesën me pjesën e asaj çfarë mësojmë në lojë, sepse siç thamë ne sa më shumë ne kërkojmë që topi të jetë i vjetëruar nga loja, aq më shumë ne kërkojmë që mendjet tona të jenë të ndriçuara nga fjala e Perëndisë dhe nga ajo çfarë ai na jep. Që ndoshta i ditë jemi një urlidhse ose një rrugë për dikë që të shkojë drejt shpëtimit. Po unë jam xheloz për emrin e tyre, se është bitë bubullimës janë fuqishëm. E rilët po në Poliçan, si quhet? Ne lidhëm traditën e qytetit me kishën, sepse duke qenë se Poliçani vetë është ndërtuar si qytet nga uzina mekanike, ushtria, dhe kemi Soldiers of God, ushtarët e Perëndisë, dhe edhe uniformi kemi si uniforma ushtrie, dhe këtë ndërthurje bërëm për lidhjen e emrit. Okej, pra dhe uniformat i keni të ndryshme. Po, me shyrje rjetash, me ushtri, me rrufe. Shërbesa juaj, tani në pamundësinë nuk kishim dhe trajnerët e skuadrave të tjera, i përshëndesim dhe ju urojmë shumë suksese. Po, dhe ne jemi shumë krenarë që ata janë pjesë e ligës dhe janë duke bërë një punë të jashtëzakonshme. Kështu që finalja është në çfarë date, pastor, cila javë e qershorit? Me 6 dhe 7 qershor janë 2 ditët kulminante të kësaj lige, që do jetë dhe një ceremoni e dedikuar për këtë pjesë. Po, shumë suksese atëherë, ju dhe gjithë ekipeve tuaja. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Faleminderit që ju ishit me ne sonte. Në fakt, Rebound nuk është thjesht një lojë, por një mënyrë për të ndërtuar karakter, për të lidhur zemra me Zotin, për të sjellë shpresë nëpër komunitetet tona. Mos harroni, në Krishtin ne jemi më shumë se fitimtar. Kalofshi bukur, takohemi të shtunën e ardhshme.